Kurrë më nuk do vuani nga kolla dhe gëlbaza, shtypni 2 banane dhe shtoni vetëm këto 2 përbërës. Skasi kolla e përsëritur për të na kujtuar se sa e brisht është jeta jonë në të vërtetë. Ju mund të mendoni se kolla lidhet me moshën e vjetër, efektet afatgjate të pirjes së duanit, ose vetëm gjendje natyrore për cilën do që mund të bëni ndryshime sidomos në jetën në një qytet të madh. Në përgjithësi, është e drejtë të thuhet se kolla nuk është një shenjë shëndetit të mirë, bukurisë ose kapacitetit atletik. Asgjë nuk duke se ndërpret edhe shpërthimin e kollës. Megjithatë, kollitja mund të përfaqësojë një pjesë të mençurisë së përsosur natyrore të trupit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kollitja, për të qenë saktë, është mënyra e trupit tuaj për pastrimin e rrugëve qendrore të sistemit të frymëmarrjes. Zakonisht është një veprim i pavullnetshëm dhe shërben si një lajmëtar i trupit tuaj për t'ju bërë të ditur se diçka nuk është në rregull. Mund të jetë një sinjal i infeksioneve të caktuara si bronkiti ose vetë të ftohtit dhe gripi i zakonshëm. Për këtë situatë, ju mund të përdorni edhe përbërësit natyral për të ndihmuar veten tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Ja se çfarë ju nevojitet. 2 banane organike të pjekura, 2 lugë mjaltë të papërpunuar organik dhe 400 ml ujë. Filloni me përgatitjen e recetës. Filloni të vloni ujin dhe ndërsa prisni, hidhni bananet e shtypura në një tas të madh. Rekomandohet përdorimi një luge të madhe druri për rezultate më të mira. Pastaj shtoni ujë të vakët në tas. Mbulojeni dhe lini për 30 minuta. Pasi të ftohet, shtani mjaltin organik të papërpunuar dhe i përzieni ato. Përdorimi. Rekomandohet që të merrni afërsisht 100 ml të kremit të kollës 4 herë në ditë. Ky krem do ju ndihmojë të gjeni lehtësimin pasi trupi juaj vazhdon të kurojë vetveten nga çdo gjë që shkakton kollën dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet që mund të ndikojnë edhe në imunitetin tuaj. Gëlbaza është një thelb i një substance të dendur të sekretuar nga mukoza e traktit respirator si një kërcënim edhe për të luftuar infeksionet, për shembull, ftohjen e rëndë dhe një sër problemesh të tjera. Shkaku i gëlbazës është kryesisht gripi, infeksionet bakteriale ose dhe ftohja. Të paturi shumë gëlbazë mund të çojë në undë të lëngshme. Gjithashtu temperaturë të lartë, dobësi edhe probleme të kollës agresive. Në këtë video do të paraqesim disa receta natyrore të cilat mund të merren me përbërës të thjeshtë në kushte shtëpie dhe në mënyrë efektive. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në lehtësimin e situatës suaj. Në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i xhenxhefilit. Xhenxhefili është një kurrë natyrale antihistamike e pasur me shumë vlera antibakteriale. Në këtë video do të rendisim përfitimet e çajit, i cili mund të jetë shumë i dobishëm edhe në çështjen tuaj. Përbërësit që ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 6 deri në 7 feta xhinxher, 1 lugë çaji mjalt, 1 lugë çaji piper i zi i zakonshëm, 2 gota me ujë dhe filloni me përgatitjen e kësaj recete. Vloni ujin, shtoni xhenxhefilin dhe kokrat e piperit, e mbuloni atë dhe lini të ziejë për disa minuta. Më pas hiqeni nga nxehtësia, e lini të ftohet dhe shtoni pak mjalt dhe konsumoni. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i shafranit të Indisë. Komponentët aktiv të shafranit të Indisë, të quajtur kurkumir, kanë shumë veti antibakteriale dhe lehtësojnë edhe problemet e frymëmarrjes. Përbërësit që duhen në këtë recetë janë 1 lugë çaji shafran, gjysmë lugë çaji krip, 1 gotë me ujë të ngrohtë. Shtoni shafranin e Indisë në ujë dhe shtoni kripën. Me këtë masë të përfituar, bëni gargar për disa minuta në mënyrë që të siguroheni se keni vrarë bakterie dhe keni trajtuar të gjitha infeksionet që lidhen me frymëmarrjen dhe çdo gëlbazë të pranishme në sistem. Përdorni uthullën e mollës. Ajo vepron si një nga burimet më të fuqishme antibakteriale dhe shërben për rregullimin e pH-it në shkatrimin e gëlbazës. Bëni gargar me 1 lugë gjedhe uthull molle me pak ujë dhe menjëherë shihoni ndryshimin. Mund të përdorni gjithashtu trajtimin me avull. Kjo do të sigurojë lirimin e mukozës dhe trajtimin e mbingarkesës së gjoksit. Ju mund të përdorni 2 metoda të merrni frymën mbi avull ose të përgatisni ujë të mbushur me barishte. Përbërësit që ju duhen janë gjysmë lugë çaj trumze, gjysmë lugë çaj
rozmarin të thatë 4 deri në 5 gota me ujë të vluar. Vetëm shtoni përbërësit në ujë, përkuluni përpara, mbuloni kokën me peshqir dhe thithni avullin. Bëheni disa herë në ditë për të lehtësuar sistemin respirator. Çfarë mund të bëni tjetër për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet e mukozës? Kontrolloni mukozën e prodhuar nga trupi, qëndroni larg kimikateve, hani më shumë ushqime me erëza, ndaloni pirjen e duhanit, mos pini asnjë të ftohtë, mos gëlltisni gëlbaz, gargar me ujë dhe kripra dhe gjithmonë përtypuni. Gëlbaza është ajo që është e dendur dhe gjithashtu e ngjashme rreth fytit dhe krijon edhe komplikacione. Është e rëndësishme që nëse gëlbaza ka një ngjyrë të çuditshme dhe është më shumë se sa duhet, paraqituni tek mjeku për të marrë edhe një trajtim të specializuar. Pengesat në undë dhe në fyt janë shkaktarë të mëdhenj të problemeve të frymëmarrjes dhe të kollës, për shkak të akumulimit të gëlbazës në mushkëri. Gëlbaza është substancë ngjitse e cila sekretohet nga sistemi i frymëmarrjes si një mënyrë për të mbrojtur veten dhe roli i saj është të bllokojë viruset, alergjitë dhe plurin. Sidoqoftë, sasitë e tepërta të gëlbazës çojnë tek kolla, infeksionet bakteriale, gripi e të tjera. Këto simptoma shoqërohen edhe me një sër ligështish, undë të bllokuara, vështirësi me frymëmarrjen e të tjera. Nëse nuk eliminohet me kohë, gëlbaza akumuluar mund të shkaktojë pengesa edhe të tubave të bronkeve dhe rrjedhimisht të çojë në probleme shtesë shëndetësore. Megjithatë, ilaçet natyrale janë mënyrat më të mira për të ndihmuar në eliminimin e gëlbazës së tepërt nga trupi dhe për të parandaluar komplikacionet e saj. Shafrani. Përbërësi aktiv i shafranit, kurkumin, ofron veti të fuqishme antiseptike dhe antibakteriale, të cilat eliminojnë bakteriet që shkaktojnë në mukozë dhe zvogëlojnë problemet e sistemit imunitar. Shtoni një lugë gjethe shafran në një gotë të ngrohtë me ujë, pastaj shtoni gjysmë lugë gjethe krip dhe i përzjeni. Produktet i bëni gargar dhe gjithashtu mund ta përdorni edhe si një lehtësues kundër këtyre komplikacioneve. Mjalti në kombinim me limonin gjithashtu mund të jetë një mundësi e shkëlqyer në rastin tuaj. Kombinimi i limonit me mjalti trajton problemet respiratore dhe ofron veti bakteriale dhe antikërpullore. Ky kombinim forcon sistemin imunitar dhe parandalon kapsllëkun. Në një tas përzjeni një lugë gjethe mjalt organik me 2 lugë gjethe lëng limoni dhe e konsumoni këtë 3 herë në ditë. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jetë edhe një frymëmarrje më e lehtësuar dhe pa probleme të rëndesës së saj. Problemi i gëlbazës është ndër problemet më të mëdha në botë, edhe pse nuk shkakton ndonjë problem të madh shëndetësor, ul ndjeshëm cilësinë e jetës. Megjithatë, mund të jenë e mundur të kapërcehet me produkte sa më natyrale. Por çfarë është gëlbaza dhe si të mbani larg komplikacionet e saj? Gëlbaza është një problem i cili mund të krijohet sidomos pas nxjerrjes së inflamacioneve nga organizmi. Vështirësitë e frymëmarrjes mund ta rëndojnë gjithmonë më shumë këtë problem dhe duhet të tregoheni të vëmendshëm të merrni në konsiderat trajtimet të duhura mjekësore dhe të lehtësoni komplikacionet. Si rezultat i saj mund të bëhet edhe një zgjidhje natyrale. Prandaj ju duhet kjo recetë me një qep, një thelpi hudhër, një gotë me ujë të nxehtë, 3 lugë mjalt, lëngu i 1 limoni, 1 lugë çaj kanellë, gjysmë lugë çaj ginger pluhur. Për të përgatitur këtë përzierje natyrale, fillimisht gërini qepën dhe hudhrën në kube dhe vendosni në kavanoz. Hidhni mbi të gjithashtu një gotë me ujë të nxehtë dhe mbyllni kapakun. E lini përzierjen të qëndrojë derisa të ftohet. Pasi të ftohet, kulloni ujin dhe hidheni në një enë. Më pas shtoni përbërësit e tjerë në kavanoz, mbylleni kapakun dhe tundeni mirë. Mund të pini 2 deri në 3 lugë pas çdo vakti. Të vegjëlve mund t'i jepni gjithashtu jo më shumë se 1 lugë. Kjo përzierje e aromatizuar me erëza dhe mjalt është efektive në lehtësimin e problemeve të gëlbazës. Ekspertët e mjekësisë alternative pohojnë gjithashtu se kjo përzierje është me efekte lehtësuese kundër problemeve respiratore. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj është agravuar, t'i drejtoheni mjekut për një trajtim të specializuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.